presidentit që kjo çështje nuk hyn në atë domen, mirë po megjithatë aty s'ka nevojë për nisma legislative, ka nevojë vetëm për një vendim të kuvendit për me vazhdu ekzekutimin e mjeteve, sepse në instancën e fundit, pa vendimarrje të kuvendit të referencë të 24 të ligjit për menaxhim financave publike dhe përgjithësive, vetëm deri në fund të janarit mund të bëhet. Ndërsa me vendim të kuvendit mundet më kemi ndalje për ta ditë ku është bazu presidentja, në 79 i Kushtetutës tek nisma legislative thuhet që nismën për të propozuar ligje mund ta marrë presidenti i Republikës së Kosovës nga fush veprimtaria e saj ose ti, qeveria, deputetët e kuvendit, ose më së paku 10.000 qytetarë, sipas mënyrës së përcaktuar. A nuk mund të shfrytëzohet kjo? Jo, ideja është dy aspekte. Para, presidentja me sa arrita me kuptu, nuk e referu çështjes së buxhetit, po ju referu pikërisht vendimarrjes. Thonë që s'ka nevojë aty ligj, ka nevojë vetëm për vendim dhe për më tepër, thonë çështja e aspektit financiar, çështja e buxhetit nuk hyn në domenin e kompetencave që i ka të listuar me institucioni i presidentit. Prandaj, ndërsa që ishte tendencë ndoshta për me marrë paksa merita, mirë po megjithatë është i paqëndrueshëm. Nëse ka vullnet, kjo mundet më u bë, edhe unë po shpresoj që më u bë, sa do të bëhet në bazë të diskursit që kemi aktualisht të spektrit politik, e vështirë që mund të ketë një diçka të tillë. Përjashtu tash aspektet formale që janë bazike, të rëndësishme, profesor, 4 miliard euro në buxhet më i madh ndonjëherë në kuletën e shtetit, 1 miliard prej tyre investime kapitale, edhe të tjera që reflektuan me rritje edhe të asistencës sociale, edhe të çështjes së pagesave për punëtorët e sektorit publik. Qysh e pat si tërsi? Nuk kemi detaje, nuk dim linja të veçanta buxhetore për projekte caktuara, apo si tërsi, si të duk në aspektin ekonomik? Në aspektin ekonomik, nëse morëm më fundamental, kjo është rritje ekonomike e qëndrueshme në kuptimin periudha faqkurt, për arsye se në qoftë se ti importon çdo ditë dhe shkon të rrit importi, ti duke varfru vendin. E para, e dyta, në momentin që ki të rritit kredive të konsumuse, ti të varfru përsëri shoqëria është në varfëri e sipër. E treta, kemi një emigrim të jashtëzakonshëm, do të thotë kur e popullsisë kemi dikon pavarësisht për minus 10% kemi vitin 2024 që prim vendin e parë në botë, 2023 përsëri vendin e parë në botë. Dhe tash në qoftë se kemi ndryshim të cilësisë dhe standard të mirë të jetesës, ata qytetarë nuk kishin ikë. Kështu që buxheti kryesisht varet drejt për drejt prej doganave dhe një përqindje të në dikun afërsisht ma pak se 1 miliard, domethënë vjen prej ATK-s. Ky buxhet, domethënë nuk është që është rritje vetëm prej qeverisë aktuale, por edhe qeveritë e kaluara kanë pas një rritje progresive. Po, një rritje progresive. Mirë po, nuk mundesh më mburr me një rritje të tillë kur keni, sepse rritja e çmimeve ndikon drejt për drejt në rritjen e vlerës nominale. Dhe tash, në qoftë se e mos